Valla vesh katunit si del ke flaka. Atëhere ke punu me izë djerive. Krahët e Fortë kishte edhe bashkëshortën që kujdese jo vetëm për shtëpim, por edhe për arat, e të gjitha duhej t'i përfundonte me garderobën tradicionale të Dugazhinit. Po valla jo ka punu. Ka punu, ka mbledh pasole, ka korër, ka... Po. O duft atërë, po thëmë që atërë duft, që ka unit. Valla vesh katunit si del ke flaka. Po, jeta konë qashtu. Me mdjidhe, me kurë, me qiru, ta në pun të deshke mi po me burra për jera. Kom pa morja 2 herë vek, da atje qikave të mis, i kom ka bon, ka 50 kutë për ljura atëherë si bëjshim, kom më po. E marisha qërap katunit, adin. Po, bësa delke dhe renë, adin kur më ishe diqka më bon, që s'kishe ta në kërkatër, burrit të epke një tentë. Megjithatë, siç kujton Ziza, gjithçka duhej bëhej me miratimin e prindërve të bashkëshortit, një rregull që shpesh ndikonte të ndihej e largët me të shoqin, ndërsa për këtë të fundit nuk vlente e njëjta gjë. Se atëhere ke punu me izë djerive. Te baba nuk e mujtë më shku, për 10 djerin, a të shkoj një natë, a 2 net, a një natë, ku të shkoj me nejtë, se atëherë 2 herë në vetë shkojshim. Djesht për në verë, tjetër heqë. Se s'kishe një. U dëshke me djerin, qasë të lejke djeri, më shku. Na vishin më të morë gjinia, na u deshke njënin udhë, më ta bo gjinia, njënin udhë, më ta bo burri këshe. Si gjë më të morë me të qu. Haj, mirë kom kalu, se s'kishim nge më hongër atërë. Rëqët zezë. Ja, që më bo mirë kem kalu, vetën dhe tani e mura kunotën, tjetër tani më ka kry 6 mujë që më ardhë, ku më tjetër në kunatë. Me kunata, me kunet, mire kom qu, me vjerri, mire kom qu. As ku po gjo probleme ta, as kanë po gjo probleme mu.